do ta lehtësonte edhe komunikimin, por do të japte edhe një qeveri vendit, edhe një president i cili i përfaqëson edhe vlerat çfarë i don edhe çfarë i ka lidha demokratike e Kosovës. Pra në lidhjen demokratike të Kosovës vazhdon të jetë një derë hapur për një mundësi, për një ujdi, për një bashkëpunim, sigurisht duke insistuar në kërkesën tuaj që presidenti takoj lidhjes demokratike të Kosovës. Nuk ka çështje insistimi dorën në zemër, kjo duhet edhe të sqarohet, është çështje e mbrojtjes një pozicioni që i siguron qytetarët e vendit që ne mund të vazhdojmë lirshëm si shtet demokratik, edhe ku përgjegjësitë ndahen sipas natyrës çfarë ka vetë sistemi jonë dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Sepse ne e dim fuqinë tonë politike çfarë kem në kuvendin e Kosovës. Tash unë nuk flas për ambicet personale të individëve, qoftë as të kreut tonë të partisë, por as të tjerëve, po flas për natyrën, logjikën edhe ideologjinë çfarë përfaqëson Lidha Demokratike e Kosovës dhe 18 deputetët e saj të zgjedhur. Domethënë, ne po insistojmë që të kemi një pluralizëm politik, i cili sigurohet edhe me ndarjen e përgjegjësive institucionale. Përndryshe, e kemi thonë dhe mund ta përsëris, kalojmë në nivel tjetër, i cili është i dëmshëm, është autokratik, edhe rikthehet në dëm të shtetësisë edhe të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Por megjithatë ekziston një derë hapur, thash zoti Zemaj, se mund të ketë edhe takime të radhës në mënyrë që të gjendet një zgjidhje që vendit mos shkojë në zgjedhje dhe krejt ky kaos politik dhe institucional aktualisht të tejkalohet. Po ne kemi thonë, domethënë nuk është që edhe është pëlqyer shumë, ndoshta edhe nga elektorati janë, kem pas edhe na dilemat e brendshme, kem pas edhe kemi edhe dallimet që janë përmbajtësore, por e kanë një qëllim të vetëm. E thash, krijimin e një qeverie dhe krijimin e patjen e një presidenti që është i pavarur, edhe cili ushtron të drejtën e tij demokratike, atë që ja garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Por edhe angazhimi ynë është që mënyrë, domethënë, jo të detyrueshme, po të bëjmë gjithçka të mundshme në aspektin demokratik që vendi mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat nuk do të konvenonin qytetarit e Republikës së Kosovës, dhe po shihet se që me këtë logjik të kapjes së shtetit këto 2 vite, pa qeveri funksionale, pa kontroll parlamentar, me qeverim detyrë, kur edhe Gjykata Supreme thotë që nuk mundesh me ushtru kompetencën edhe ministër, edhe ndarjen buxhetore, edhe deputet i kuvendit, kjo e ka i bëhet dëm i madh paras publike, korrupsionit, tenderomanisë, krimit farmaceutik, krimit në energji, edhe shumë tema tjera negative që do të ndaleshin me institucione kredibile edhe që në aspektin afatgjat do të japshin zhvillim Republikës së Kosovës. Në ndërkohë, zoti Zemaj ka patur raportime gjatë ditës së sotme se Albin Kurti sërish ka nisur ftesat, a keni një uri nëse ka ardhur një ftesë e tillë edhe në lidhjen demokratike të Kosovës, më saktësisht për kryetarin Lumir Avdixhiku? Po besoj që nuk ka tash pritshmëri tjetër, ose duhet ketë ftesa, ose duhet ketë komunikim, ose duhet ketë detyrim për thirrjen e seancës edhe futjen në afatet kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë së re dhe presidentit të ri. Përndryshe, ndoshta kjo tendenca që dikush të ankohet në gjykatën kushtetuese, mendoj që është edhe një strategji e lëvizjes vendose që të blej kohë, ndoshta për presion politik ndaj subjekte politike, po këtë presion unë po ja garantoj që nuk mundet me bëu ndaj LDK-s e mos pakti ndaj deputetëve të zgjedhur të saj. Pra, po thoni se po tenton që ish opozita ta dërgoj çështjen në gjykatën kushtetuese për të blerë kohë, sepse është thënë potencialisht edhe një datë, është thënë se gjithçka po sillet rreth datës 27 dhjetor, kur edhe do të ishte një datë optimale bazuar në atë që ka ndodhur më 28 dhjetor dhe rezultatin që ka dhënë lëvizjet vendose. Kjo është më shumë propagandë dhe është më shumë në ato që e dinë në strategjinë e tyre këta të lëvizjeve vendosje, po nuk ka rast për gjykatën kushtetuese, sepse është rast i gjykuar. Ne kemi një rast të gjykuar për konstituimin e kuvendit dhe nuk ka 2 herë arsyeshmëri që të gjykohet i njëjti rast. Ne kemi shkelje të afateve kushtetuese dhe kemi shkelje të një vendimit i cila prapë është normë kushtetuese. Domethënë edhe nesër nëse dërgohet në land, ajo as nuk do të vendos mas, ndoshta mund të blej kohë, por është një rast i cili tashmë është i shkruar
e zezan e të bardhë që e jep definicionin se cili është afati kushtetues i konstituimit të kuvendit, forma, mënyra, arsyeshmëria, e gjitha janë dhënë në vendimin e vitit 2025. E qartë, zoti Zema, faleminderit shumë.